Nëse kërkoni një vend pune, ndoshta një nga 6.000 të tillët që ofron panajiri punës mund të bëhet i juaj. 80 kompani private të profileve të ndryshme kanë shfrytzuar panajirin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale për të zgjedhur një pjesë të stafit të tyre. Biznesi fason, infermieria apo punë të zanateve të ndryshme janë ofertat kryesore të bizneseve. Ministri Veliaj deklaroi se për të gjithë ata që punësojnë shtresat në nevojë, qeveria do të ofrojë këto lehtësira. Ne do të shpërblejmë duke paguar për një vit sigurimet e plota shoqërore dhe 4 paga të gjitha ato kompani që do të punësojnë staf të ri, staf ekstra, që janë kategoritë e ndryshme, sidomos ata që do të punësojnë gra dhe vajza, ata që do të punësojnë të rinj, ata që do të punësojnë nga grupe të marginalizuara, rom ose egjiptian, dhe ata që do të punësojnë persona me aftësi të kufizuar. Sipas statistikave që kemi pasur dhe nga sigurimet shoqërore, numri i njerëzve të siguruar dhe i vendeve të reja punës nga tetori deri sot teksa flasim është 25.000. Por edhe pse ka mira vende të lira pune, ekziston mospërputhja mes kërkesës dhe ofertës. Bizneset janë të prirur drejt punëve të zanatit, ndërsa një pjesë e punëmarrësve kanë mbaruar universitetin dhe nuk janë të interesuar për këto vende pune.